Mirëmbrëma Nxhiro me Syçin. Sonte do të flasim për politikanin që reformoi Partinë e Punës dhe liberalizoi dhe një politikan që ka kontroversialitetet e veta, por megjithatë ngelet një politikan që ushtroi në demokraci frymën e liberalizmit dhe të zhvillimit ekonomik. Fatos Nano tashmë po kalon një gjendje të rëndë shëndetësore dhe urojmë që të dalë sa më shpejt nga kjo gjendje, që është shumë e rëndë, dhe sonte ne do të kujtojmë Fatos Nanon nëpërmjet shoqëruesit të tij për 25 vjet, Viktor Agolli. Viktor, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, është kënaqësi për mua dhe personalisht për ju që më intervistoni dhe kam kënaqësinë që jam me Ilir Demalin, një mikun tim ka ersh. Faleminderit shumë, Viktor. Viktor, ju keni qenë shoqëruesi Nanos për 25 vjet. 15, më fal. 15 se i bën llogarit. Për 91, 2005. Në të si. Po, tamam 15. 14 vjet. Mas 2005 Nano doli nga politika. Po, i vetmi politikan në Republikën e Shqipërisë ka dhënë dorëheqjen. Po. Jo një herë, po disa herë. Pra, po, ndryshe nga politikanët e tjerë që kapen me thonjë me dur, Nano dorëzonte dhe pushtetin, Nano ishte gati për të ballafaquar gen dhe prapë edhe e dim se si ka shkuar. Tash ç'a kujtoni jo ose si ishin si ishte njoja juaj me Nanon dhe që u bë shoqëruesi i tij kryesor. Në fillim para se ta njësim këtë bashkëbizetim bashk, në emrin tim personal, gjithë miqve të mi, gjithë njerëzve të ndershëm shqiptar, gjithë atyre që në ditët e vështira të 90-s nga Partia e Punës kalojnë Partinë Socialiste, të bëjmë një lutje për shërimin, në qoftë se Zot ka për shërimin sa më të shpejt të ish shefit tim dhe kryeministit më të mirë që ka pas Shqipëria post-komuniste. Atëherë unë duke qenë që kam luajtur futboll dhe pasioni im ka qenë futbolli dhe arti, kam marrë pjesë kështu në për këto kohën e Partisë Punës. Nga viti 88-89, kur Shqipëria, siç e dim gjithë edhe ti Ilir, je vërtet origjina edhe Ndërbojan, po ti e Lerri në Tiranë. Në filluan ato lëvizjet që bukë s'kishte, mish s'kishte, qumë s'kishte, ujë s'kishte. Fatos Nano ishte i pari me Gramos Pashkon që kanë folur Kezëri Amerikës për ekonominë e tregut. Para ty ne kam folur që ngushtë. Po ti ke folë se ti rebel ishe, pavarësisht se ca qarë që anti-shqiptarë të quajnë si bashkëpunëtor sigurim shtetet e tjera, po janë vetë. Unë bashkëpunëtor sigurim shtetet me dosje. Janë vetë ato, unë të njoh që fëmijë vetë. Ka marrë gjithë fletët me që hape këtë mohabet, deri s'ka pas dosja ime për ndjekës e gjitha, por nuk ka rëndësi. Unë ta njoh, nuk do të futemi kesemi, të kemi ardhur. Nuk një lumin, nuk një lumin e porthaleve, e lumin e rrjeteve sociale, as më shqetësojnë. Kemi ardhur për të flarur për Fatos Nanon dhe për jetën. Por ta mbarojmë këtë, edhe mos i kthehemi kësaj. Familja jote dihet dhe familja Demalia jo vetëm tropoi, po edhe në malsinë e Gjakovës deri në folim për Nanon. Dihet kush është Demali. Atëherë, unë siç thashë intervistat dhe më pëlqej të diskutoshim, siç ne kemi pasur ti e di ke Flora, ke Derri. Gjithë shoqënia. Unë jam korçar, po 2 vjeç kam marrë në Kamës, rrit atje me miqë shok, por gjithë shoqënia jonë ishin këto. Futbollistat Agustini, Moja, Sula. Me ato rrjedhë rrishim ke Derri vonë dhe diskutoshim. Jo po politike ose ça, po unë nga rebel me flok gjata dhe që e thrisin plakun tim komisariat gjithmonë. S'kishte komisariat, qushe policia, edhe jo po djali është se isha tifoz me Gjerman dhe me Jugoslav, jo po ma Barseta, jo po kështu. Kur dëgjova këto intervistat, thash, kush është ky Nano? Edhe nëse mos ta zgjas më, me gjithë miqtë boshim debate kështu, erdha një ditë mirë ke Partia Socialiste, ishte komiteti qendror. Intervistat e Nanos Gramozit kanë qenë, edhe të Saliut kanë qenë mas intervistë që kanë 91 ishin,
nga vera e 91, pranë vera e 91. Jo, nano kështë fillu të fliste 189. Ja, këse Amerikës, ja. Të garantoj unë për këtë, pa hajtë. Bo të shkrime, se di nese, gjithsesi, po që ka folë atje ka folë këta dy, se vitet tash edhe unë u bëra atëherë isha 32 vjeç, tani jam 68 vjeç po shkoj. Okej, vazhdo me nanën. Si unë erdha, domethënë takova mos që jemi ja 3 miqtë e mi, shokët e mi të ngushtë. Masi kishim krijuar Partinë Socialiste në Kamës. Takum Musaulqinin, na çoj ke nano dhe që atëherë pastaj unë nuk u shkëputa. Ai nuk ishte se unë kisha marru këto shkolla që marrova më vonë, pastaj po unë pasionin e kisha që atëherë ta thash dhe një këto sportin, muzikën, futbollin e teatrit, gjitha u angazhova dhe për herë të parë leksionet e këtyre i kam marrë nga dy shoqërues dhe nuk e kam turp me thënë as të thonë çfarë doni, kam marrë nga shoqërues e Enveroqës. Se si ruhet një personalitet. E mësha vetë privat nga pasioni që kishte. Emrat dihen, por nuk duhet i përmend se njëri nuk jeton, një tjetër jeton. Ta diskutojmë. Kush kanë qenë momente kyçe, decisive, që ju keni kaluar me nanon gjatë kohës që ai ishte kryeminist, kryetari i partisë etj. Shiko, për ishtë vërtetës, si shtatë ju vetë, nano ishte ai që e bëri politikën, të ishte nga një sistem komunist, e modernizoi politikën, ai modernizoi vetëm politikën, po dhe shoqërinë, që nga martesa. Ndjen shumë gjëra se çfarë bëri nano, që bëri thirrje dhe unë kam qenë shoqërues, kam qenë edhe në takim kur bëri që në televizion që tha, ju zotrin, nëse keni ministra, kryeministra apo çfarë do jeni, keni të dashur në përzyra leni, merrni siç bëri shembullin e vet. Megjithatë, ato janë gjërat personale, janë gjërat familjare, mua ndoshta në atë kohë nuk më pëlqeu për izë vërtetës, sepse po jo, them momente decisive, momente interesante. Momente më të bukura ai ka shumë. Me atë do të flasësh për Fatosnanon. Unë jam i vogël që të flas për Fatosnanon. Unë jam. Po për Fatosin kemi thirrë me fol. Po jam i vogël për të fol, për të analizuar. Ai për ato duan analizë. Jo më të tregon ngjarje që ke pas. Ngjarje po ta them unë, atje do dal. Atje do dal i lirë. Unë e di që ti ngasmon, po edhe unë do përgjigjem. Atëherë Fatosnanon ka shumë gjëra brillante, po nga më të bukurat është KPD e famshme 2001. Ka shumë episode. Unë kam qenë 3 ditë që shoqëruesi kishte 2 grupe, një ditë unë, një ditë grupi tjetër, domethënë shoqërues personal. 3 ditë kam në gjithë ato. Ka shumë gjëra nga këta, zotrim burra, ish eksponent Partisë Socialiste që nuk i bën një, qoftë edhe një fjali, shërim të shpejt, kryetar apo shoku apo miku jon Fatosnano. Erdhën se s'du të shpërthej tani, erdhën nga afera dhe nga shumë bon ministra, kryeministra, kryeministra apo deputet edhe kryeministra, se po Pandelimaku e Ilir Metën, vetëm prej Fatosnanos. E vërtet. Fatosnano ka shumë të shkoshe me Fatosnano në delegacione që unë kam pas fatin, shkoj gjitha nej Fatosnano, edhe vetë deputet dhe PD-s që i kishte në delegacion, thoshin, parësit që thoshin në parlament këtu, që e shargjin, thoshin, është burri që nderon Shqipërinë. Është burri që nderon Shqipërinë. Në artikulim, në ato sarkazmat, ato shakat që bote që në Luksemburg e rëzoj kryeministri Luksemburg vetëm për një shakas, unë se disha anglishtën, po e di që urzu të uqesh me të madhe. Ky është Fatosnano, burri i shtetit. Fatosnano që rrallë do i vime, ky është mendimi, po e shumicës të shqiptarëve. Është i vetmi njeri, jo që vetëm e bëri politikën shqiptare dhe shoqërinë shqiptare që tjetë moderne, por është vetëm njeri që kur nuk bëri grupazhe, kur nuk përjashtoi njeri nga partia, kur nuk flagu njeri nga partia, vetë se ikun. As Akmari, ja. Akmar është njeriu që ata që e kanë sharë më shumë, edhe KPD, edhe gjithë i bëri ministra të gjithë. Ata që e kanë sharë edhe thuni plane me Berishën, me Lirin, me Monikën për ta rrëzuar, për ta heq siç e rrëzuan. Po ai falë liri, ai dha gjithë shqiptarëve lirinë që të flisnin kundra liderit. Kur ishte vetë, mos keni frikë se nuk burgos njeri. Jam dakord se ishte njeri pa komplekse, po për shembull në Rambuje keni qenë kur ishte Rambuje? Jo, për izë vërtetës, Rambujeja ka qenë, mos e gabojmë nga shkurti 99-ës, 16-17 shkurt, diçka e tillë, kur delegacioni Rambujes erdhi në Shqipëri. Edhe kam pas fatin që t'i shoqëroj me një grup caktuar nga Garda e Republikës. Ata erdhën me në krye Hashim Saqin, Jakub Krasniqin, Fatmir Limën, edhe pjesa tjetër, Ramush Haradina, mos gaboj,
Atëherë këtu ku jemi ne tani ke Rognir, por duke marrë informacion nga shërbimet informativ kombëtar që këtu ishin spionat e DB-s dhe po ashtu, i morën prek ne dhe i kemi streuar, derisa ikin Rambuje ke vila 31 ke vila e Verosës. Në shoqërimin e profesor doktor Ndjes Pasa diku është Sabit Brogaj, Sokol Bares ishte drejtori i policisë shtetit në ato kohë. Kemi qenë në Arinës, pastaj kam marrë takime Rambuje, kanë ardhur prapë këtu, kemi bërë 2 eskorta falso. Një shkon për president, sigurisht e po shkon te presidenti. Delegacioni me në krye Hashim Thaçi dhe një tjetër drejt Kukësit ku ikën për në Kosovë kur u krijua UÇK-ja. UÇK nuk e krijoi as Sali Berisha, as Panmajko, si Meta ka krijuar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me ndihmën e pakursyer të Fatosnanos. Kanë çuar tonelata armë. Dhe bidhem UÇK-ja është përgatitur 100 kohën e vet. 100 kohën e vet me legjendën. Saliu i sabotoi. I sabotoi, i përndoqi. Saliu nuk ishte për Rambujan. Bashkë me të ndjerin Ibrahim Rugova. Kur udhëheqësit e UÇK-s ishin në Rambuje, Ibrahim Rugova shkoi ke Slobodan Miloševići. Megjithatë Ibrahim Rugova ngelet patriot më i madh se sa ky zotëri. Ibrahim Rugova ngelet figura më e madhe politike jo vetëm e Kosovës, por jo shqiptarëve. Ibrahim Rugova është Gandhi i Ballkanit. Po. Kishte tjetër teori, edhe është fatkeqësi që vdi kaq herët, kështu që ajo shkumja ke Miloševići është ishte për mos u gjakos populli i Kosovës, fal, kemi punuar kështu, kemi dëgjuar më shumë. Tash ti më thuaj kohën kur Nano ishte në Burg, ju e keni ndjekur prapë. Unë jo vetëm që kam ndjek, por kam bërë dhe në dispozicion makinën e vllajt tim, që të shërbente familjes, gjinës e kompani, 003 një Benz 240. E kishte vllai, s'kisha makinë, s'kam. Kështu që takojsh në Burg? Jo, s'kam shkuar asnjëherë, kam shkuar. Nuk kam shkuar. Nuk e shku. Ja, shkoshin të tjerë. Pse s'ke shku? Po kisha detyra tjera, kisha familjen, kisha babain, kisha nënën Ramet Pas, babain, kisha vajzën për të çuar për të marrë shkollë. Kisha kolin për ta çuar, ishte një student selanik, ta shoqëroja deri në kufi. Jo vetëm me grupin, se duke sigur jam unë ai Skënderbeu, po jo. Skënderbeu thot Sfiropali për Edin. Tash ti si shef Nano në politikën e këtij që ka qenë kryeminist edhe kryetar i grupit parlamentar. Tashi kryetar i Partisë Socialiste. Është i vetmi njeri që la postin kryetar partie për t'i dhënë 2 trime, Pandeli Majko dhe Ilir Metës, për t'i stimuluar për të bërë politikan modern. Pandeli Majko deri diku mirë, nuk shkoi keq, por Ilir Meta dihet, nuk kam se çfarë flasë tani, ai nuk është në gjendje të tjera, pastaj do thonë, unë kam pas mik personal. Ilir Metën kam nete, kam shoqëruar dhe kur ishte kryetar Freshi etj etj. Megjithatë, ta thash dhe në fillim të emisionit dhe po ta them edhe tani, Fatos Nano është kryeministri më punëtor, më liberal, le çfarë thonë njerëzit, se unë jam kontakt deri në 4 njerëz të rritë. Ai botë punë shtetit, botë edhe punë shoqërisë, edhe të miqve, edhe të ambasadorëve, dhe të gjithëve. Po cilësi dopta çka ka pas ose vese? Për mua për zotin as i vese. Përveç tani burra jemi pide në gotra. Jo, si kam për akin. Edhe çik pokerin e kishte qef. Po lutem për qef, nuk lutem me lekë të popullit siç thonë këta. Kishte qef tash, nuk thash çfarë. Fatos Nano nuk ne të dy jemi shqiptar. Fatos Nanos nuk i numërohen vilat edhe pronat edhe tokat siç i numërohet kryetarit PD-s apo ministrave Arben Ahmeta dhe ore qoftë dhe Ramës së di, nuk jam unë jam me Partinë Socialiste, jam i majt i lirë, nuk jam me lider. Nuk jam as me Fatos Nano, as me Ramën, as me Metjon Bien kur të vinë nesër, as me Viktor Agollën, unë jam me Partinë Socialiste. Shumë dakord. Jam majtis, familje majtisësh. Ç'a do të thuash fjalë të fundit për Nanon? Po të shohësh dorët e mia tani të rrida. Unë jam i vetmi njeri në botë që i kam netur me mishë me shpirt me 5 vëllezër dy motra. I kemi netur kur ka pas hallet e mëdha të burgut familjes se tani. Unë jam nga ato të vetë njerëz që ecin nëpër Tiranë 2, 3, 4 mjesët, unë s'kam as makinë. Kam një shtëpi që e kam bler me djersët e mia.
Me tokat e mia në kamës i shitës, sepse unë kam pas një fatkeqësi, huma gruan kur Berisha më hoqi nga puna, kur isha me kancer, kur kisha 3 vajza studente. Dhe unë nuk jam se jam kundra Berishës si person, se unë i kam miq, nipat edhe mbesat ti. Po unë jam si njeri që i kam shkruajt vetë me dorën time. Dhe ai që është aty përballë, dhe ideali atij i ka shkruajt. Ja ka bërë tekstin. Më flakun rrugë të madhe ku gruaja ime po hipte shpirt. Nëse unë fash për fatos nanë, çfarë do të Se ka marruar koma. Ha. Që t'jem unë zoti e çojnë këmbë sot e i them shko ke shtëpia. Jetoj jetën, se je nga ato burra që rradh do vinë Shqipërisë, jo Partia Socialiste. Partia Socialiste është mos për fatosna.